Albin Kurti nuk po guxon ta thot asnjë fjalë të vetme për protestat e studentëve shqiptar në Maqedoninë të Veriut. A nuk është e çuditshme që një person që u angazhua me intensitet e agresivitet në orientimin e shqiptarëve atje, se për këtë votojnë dhe praktikisht sot është pjesë e pushtetit Maqedoni me lëvizjen vetëvendosje, tash nuk guxon ta thot një fjalë mbështetëse për protesta studentore që kërkojnë provimin e jurisprudencës ta kenë në gjuhën në cilën studiojnë, pra shqip. Kurti ka popularitet me shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut. Prandaj edhe u bë pjesë e fushatës në zgjedhjet e fundit nacionale. Ndihmojnë largimin e Ali Ahmetit, ardhin pushtet Vlenit, ku V qëndron për vetëvendosje. Ju premtoj shqiptarëve, përfshirë edhe këtyre studentëve që tash protestojnë, se me fuqinë e re politike shqiptarëve, ata më në fund do ta ndjejnë barazinë shumë pritur me Maqedonasit. Të intriguar nga fjalamani Gojembel, shqiptarët atje ja dhanë për krajen, të cilët i braktisi saksisht në momentin që kapi pushtet përmes asaj përkraje. Ai fillimisht befasoi gjithë kur doli e thanë shqip ato që thuhet vazhdimisht maqedonisht, se nuk ka në Maqedoni të Veriut ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Kjo është një rënë e Albin Kurtit që e bën publikisht për t'ia bërë qefin mikut të tij, Mickoski, pra mikut Vučićit. Sepse ligji për përdorimin e gjuhëve, ne, e thot qartësisht se në tërë territorin në Republikën e Maqedonisë, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, gjuha shqipe. Pra, gjuha shqipe. Së është kështu, e thot edhe vetë partneri kryesor politik i Kurtit Maqedoni, Izzet Mexhiti. Një arritje e madhe, një arritje e merituar, gjuha shqipe zyrtare, urime, kishte shkruar dikur Mexhiti, i cili pa ashtu sot zbëza. Atëherë pse gënjen kështu Kurti? Pse flet një shqiptar me gjuhën e një nacionalisti maqedonas? A ka mundësi që Albin Kurti thjesht dëshiron të përzihet në çështjet e studentëve, sepse si gentleman dëshiron të mos përfshihet në zhvillime të brendshme të një shteti me kefshin? Jo. Është po i njëjti Albin Kurti që dikur jo që fliste e përmente, por edhe i vizitonte studentët që protestonin në Shqipëri, për diçka shumë më të vogël, për kushte studimi e banimi. Studentët kanë të drejtë, pothuajse çdo herë, pothuajse çdo kund, por atëherë kur edhe mësimdhënësit janë me ta, atëherë studentët kanë më shumë se të drejtë, ata bëhen e vërteta e një situate. Edhe në Kosovë kemi ndjekur me vëmendje protestat dhe grevat tuaja. Pra, si është të mundur që i përzihesh Shqipërisë për çështje cilësisë së ushqimit mens, e nuk flet për diçka shumë më të rëndësishme, siç është mundësimi një studenti që t'i testoj aftësitë në gjuhën që studion. Është sepse Albin Kurti kur nuk ka qenë interesuar për gjendjen e studentëve as Shqipëri, as Maqedoni, siç s'është interesuar as për gjendjen e studentëve në Kosovë. Lufta e tij politike në Maqedoni nuk ishte se pati kasavetën e shqiptarëve atje, po donte largimin e Ali Ahmetit nga pushteti, i cili kishte mbetur si vetmi zgjatimi i UÇK-s me pushtet faktik në gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Betejë e vërtetë e Kurtit ishte, është dhe do të jetë kjo. Ky është patern i rrugtimit të tij politik. Përqaj shqiptar dhe nënshtroi shovenizmit serb e Maqedonas. E gjithë këtë bëhe me kostum patrioti, sepse ndryshe s'hahet Karremi.